Në Dukje është një kompani pastrimi, me një emër që ngjall ndjesinë e gjelbërimit dhe ekologjisë, Viola Green, por pas kësaj fasade fshihet një rrjet i errët interesash që shtrihet nga administrata publike tek biznesi privat dhe në thelb tek ajo që quhet kapje e shtetit. Pak muaj më parë publiku u njoh me arrestimin e Marcel Shegës, një emër i listuar si administrator i kësaj kompanie. Arrestimi nga SPAK u përshëndet si një goditje ndaj mafjes së kontratave publike, por ajo që është për të ardhur keq dhe nëse nuk trajtohet për të pasur frikë, është se kjo ishte vetëm një mask, një veprim sipërfaqësor që lë të paprekur strukturën e vërtet që qëndron pas kësaj skeme shumë të gjerë. Rrënjët politike të kompanisë shkojnë tek themelimi i kësaj kompanie nga mafiozi Selfo Kaplani, koordinatori i Partisë Socialiste në qytetin e Kuçovës. Viola Green nuk është një subjekt i lindur në një garë të ndershme tregu. Ajo është themeluar gjatë kohës kur Selfo Kaplani mbante postin e kryetarit të Bashkisë Kuçovë. Pikërisht në këtë periudhë, kjo kompani fiton tenderin e pastrimit të qytetit, një kontratë e rëndësishme financiare dhe në kushte që mbeten të paqarta dhe që për shumë burime konsiderohen si rezultati një favorizimi të qëllimshëm. Administrator aktual i kompanisë është Sherif Kaplani, as më pak, as më shumë, djali i xhaxhait të vet Selfo Kaplanit, pra një lidhje drejt për drejt familjare. Ky fakt është kyç dhe duhet kishte ndezur të gjitha alarmet në institucionet hetimore dhe auditimet publike, veçanërisht për shkak të dyshimeve se Selfo Kaplani, megjithëse nuk figuron zyrtarisht, është ortak i fshehur në këtë kompani. Ligjërisht ky është një konflikt interesi i flagrant, i ndaluar nga ligji shqiptar për funksionarët publik. Ligji për konfliktin e interesit parashikon se çdo zyrtar publik nuk duhet të përdor funksionin për të përfituar personalisht apo në mënyrë të tërthort për të afërmit e tij. Çfarë ndodhi në këtë rast? Heshtje, kontratë dhënë, punë e siguruar, asnjë hetim ndaj dhuruesit të kontratës. Nga një kaplan tek tjetri, vazhdimësia e ndikimit. Skema nuk përfundon me Selfo Kaplanin, kur ai largohet nga detyra pas arsi i tij Kreshnik Hajdari, vijon të bashkëpunojë me të njëjtën kompani. Në vend që të shpall një tender të ri, të verifikoj lishmërinë e kontratave, ai zgjedh rrugën më të shkurtër, të vazhdoj bashkëpunimin me një subjekt që tashmë është në hije të thella dyshimi. Pse ndodh kjo? A ka presion? A ka interesa të fshehura? Apo thjesht e gjithë bashkia është kthyer në një nyje të lidhjeve klienteliste që përdorin kompanitë si Viola Green për të ricikluar paranë publike drejt xhepave privat? Por çudi, ose ndoshta jo, të gjitha këto nuk janë bërë ende objekt hetimi të thelluar. SPAK, megjithëse ka ndërmarrë arrestimin e një administratori të vetëm, nuk ka bërë asnjë veprim për sekuestruar kompaninë, nuk ka zbuluar strukturën reale të pronësisë, nuk ka pyetur se si është ndarë fitimi, nuk ka thirrur për të dëshmuar Selfo Kaplanin, nuk ka analizuar lidhjet me drejtuesit aktual të bashkisë. Kjo është një mangësi serioze në veprimtarinë hetimore, e lë të kuptohet se drejtësia po ndalet aty ku fillojnë emrat politik, dhe kjo nuk është drejtësi, por një version i deformuar i saj. Pyetjet që presin përgjigje. Pse SPAK nuk ka thirrur për hetim Selfo Kaplanin dhe Kreshnik Hajdarin? Pse nuk është hetuar zinxhiri i favorizimeve në kontratat publike për pastrimin e qytetit? Pse nuk është hetuar lidhja familjare midis administratorit dhe ish-kryetarit të bashkisë si një provë e qartë e konfliktit të interesit? A janë kontrolluar pasuritë e përfituara nga kjo kompani dhe a janë krahasuar me të ardhurat e deklaruara? A është zbatuar ligji për deklarimin e përfituesve përfundimtar të kësaj kompanie? Në këtë rast kemi të bëjmë me ndotje morale dhe politike, të cilat nuk pastrohen pa hetim të thelluar. Ky nuk është vetëm një rast i dyshim tenderësh, ky është një test për demokracinë lokale, një provë për funksionimin real të shtetit ligjor në nivel vendor, dhe më shumë se kaq, është një pasqyrë e mënyrës si rrjeti politik financiar manipulon sistemin për të vjelë përfitime private me para publike. Nëse nuk merret seriozisht Viola Green, nuk do të jetë një përjashtim, do të jetë modeli që ndjekin kompani të tjera të krijuara nga njerëz të politikës, të mbuluara me emra të bukur dhe që pastrojnë qytetet, por ndotin themelet e shoqërisë sonë. Ka ardhur koha që drejtësia të mos ndalet tek sakrificat e vogla, ka ardhur koha që të shkohet tek burimi i së keqes, aty ku pushteti bëhet para dhe paraja krim.